Flamingot nuk ka nevojë për turma të rëmbyra nga histeria e algoritmit të nxitura nga interesa. Dhe i protestuesit marë zvarë në një lokalitet të Shqipërisë u bë zanafilla i një lufte globale online ku nuk mbeti llogore mediatike e planetit pa shkrehur municionet për kacë. Kryeministri Edi Rama u shfaq të stunën në publik duke deklaruar se protestuesit e ashtoquajturit të revolucioni flamingove po ndikoheshin nga algoritmet e rrjeteve sociale. Megjithatë, sipas analizës, shqetësimi i tij shkon përtej protestës, pasi ai druhet se përveç presionit qytetar mund të përballet edhe me mungesë mbështetjeje brenda Partisë Socialiste. Pas deklaratave kritike të figurave të njohura socialiste si Arta Dade, Arben Malaj, Ditmir Bushati dhe Elisa Spiropali, thuhet se Rama e ndjen veten gjithnjë më të izoluar politikisht. Gjatë një mbledhjeje të zhvilluar në Pallatin e Brigadave me kabinetin qeveritar dhe grupin parlamentar, ai mësohet të ketë shprehur pakënaqësi për mungesën e rehetimeve publike në mbështetje të tij, duke veçuar se vetëm Tauland Balla ka mbajtur qëndrime aktive në rrjete sociale. Sipas burimeve të cituara, Rama u ka kërkuar drejtuesve të PS-s të japin mendimet e tyre për situatën, ndërsa ka pyetur edhe Niko Peleshin për mungesën e reagimeve publike. Nga ana tjetër, Fatmir Xhafaj ka ngritur shqetësimin se protesta lidhet me perceptimin në rritje për korrupsionin dhe arrogancën e pushtetit, ndërsa Rama është përgjigjur se pikërisht lufta kundër korrupsionit përmes SPAK ka rritur këtë perceptim. Diskutime janë zhvilluar edhe për çështje të tjera si menaxhimi i mbetjeve në Tiranë, pensionet dhe kadastra. Ndërkohë, disa ministra dhe drejtues socialist kanë mbështetur linjën e kryeministrit duke argumentuar se situata nuk do të dëmtojë Partinë Socialiste. Gjithashtu Rama thuhet se ka shprehur dyshime edhe për ndikimin e faktorëve të jashtëm në organizimin e protestave, duke përmendur edhe mbështetës të Albin Kurtit. Sipas të njëjtave burime, shqetësimi kryesor i kryeministrit mbetet fakti se shumë figura të rëndësishme të PS-s po shmangin përballjen publike me protestën, duke krijuar përshtypjen e një mbështetjeje më të vakët në një moment të vështirë politik.